Po thonë kjo është këtu Bin Ladeni edhe ai i Venezuelës. Do të po pretendon se kanë punuar për UDB-n, a? Kanë punuar sigurisht janë arhiva ato janë Po këtu pas në Afrikë. Muhamet Hoxha agenti i CIA. Ai ka qenë agenti i CIA. Ka po shqiptar që kanë qenë agent i CIA. Po, edhe ka vepruar kundër regjimit komunist të Enverit. Po çka kemi na thon për vrasjen e Ahmet Krasniqit se betën bosh, ta ndërpretë muhabet. Për shife, për vrasjen e Ahmet Krasniqit, nga që une nuk jam marrë në shërbim të kem dokumentacione relevante të shërbimeve sekrete, por këto që kanë qenë në shërbim, ose si ai Fadil Kajtazi, e qjerë, duhet pa tjetër të kenë informacion sakt që duhet të tja tregon ai publikut, shikuzve, edhe se njeriu është vrarë në mes të ditës, në mes të drekës, në mes të Tiranës. Edhe që kolonial të vritet në atë mënyrë edhe mos ditë kërkush, ato janë gjëja mund edhe udhba që i ka përdor, duke përdor. Po për heruin Remzi Hoxha, ke pas rast me Remzi Hoxha ka qenë i djalë për Shkupi, unë kam qenë normalin e Shkupit me vllaun e tij, kemi mësu bashk, ka erdha te unë, ka kërku të zbardhe të rasti i vllajt të i Remziut, po Remziu si argjentar ka punu në Tiranë. Edhe atëherës, shërbimi i Tiranës, ku ta dish si e qunë të rrezikshme do lëvizje të atija do ashtu, edhe meret në pyetje, meret në mënyrë rigoroze, jo njerëzore, jo si pas regullave shërbimit, po kidnapohet ai. Edhe e marrin, e maltretojnë, e vrasin, e mshefin. Kush mendon që e ka vrasi pas teje? Po e kanë vrati ato të shërbimit të sigurimit në Tiranë. Edhe e kanë shef ku fomën ati që nuk dihet të lasot ku i ka varin. Kështu raste kje plot që ka bo UDB-ja. Dhe më thonë, kjo është informacion i sakt apo? Jo, i sakt është kjo, i sakt, e din kretë, e din shërbimet e për këto gjëja, edhe për ato dosende që do të folje, ose që nuk foli fare Fadil Kajtazi, për vrasjen e kolonielit Krasniqi, ai duhet të merret vesh me Fatos Klasin e me doqer. Në Fiqegrani nuk fol palavra. Edhe më vjen keq që nuk qenë në atë emision. Edhe më vjen keq që nuk është ai këtu. Ai le të shkon le të merret vesh me doqer atje që i ka, ku ta di unë ku i klani i takon. Unë nuk merrem me klane. Unë këtë që e bëj mision ashtë sa mundën të kontribuj për kombin tim. Më vjen keq, këmë thënë unë edhe në libra e këmë shkujt, më vjen keq si shqiptar që kam punu në UDB, më kanë marri ri, dhe punojsh për bashkim vllaznime, për populle, për këtë atë, shkova. Mirë, po, edhe ato u shgënjë me mu. Edhe ti prej tyne? Edhe unë prej atyre. Po, a merë penzion, se dhe më thonë ka posë edhe si raste ku kanë thonë që në Fiqegrani jeton mirë se merë penzion prej UDB-s. Jo, unë e marë penzion prej stazhit si mësues edhe si gazetar. Kam pas stazh në UDB me benefician, që kuri si kam kërku edhe kuri si kërkoj. Edhe mos vashofsha sënjt